si situatë përfundimtare shkon në një prezantim të fyrëve të Gramscit. Por fillon nga një gjenezë, nga një emocion më i thjesht, më primitiv do thoja, ku barind, njerëzit e thjesht, në nevojën për të komunikuar me natyrën, filluanin të përkthenin fishkëllimën, meloditë e ajrit që përplasin në lugina, që përplasin në kryka malesh, në tinguj si sens komunikimi. Kjo është një sens shumë i bukur, se si njeriu përpiqet me mjete shumë të thjeshta, të komunikojë me natyrën dhe mos ndjehet vetmitar. Dhe fyllim vetvete është një instrument shumë i thjeshtë, por me kaq shumë tinguj dhe kaq shumë harmoni. Dhe më pas sigurisht ky instrument u kthye në melodi të tjera më përcaktuese. Pra më pëlqen ajo fillesa e theksuar dhe evolimi për ta kthyer në një gjë më gjithëpërfshirëse. Po kryesorja është pjesa që nëpërmjet fyllit ata njerëz komunikojnë shpirtin e tyre. Çka për instalacion? Atëherë, instalacioni është më shumë dhe ky një interpretim ose përkthim i kësaj ndjesie, ku vëm si element tingullin për ta bërë më atraktiv dhe për ta sjellë më afër njerëzve, për ta bërë më të kuptueshme, se ka një gjë shumë të rëndësishme, që në çdo territor ku ekspozohemi dhe përpiqemi të jemi prezent, duhet konsiderojmë dhe duhet marrim parasysh të gjithë qytetarët, të gjithë atmosferën që e përfshin. Pra, kemi rritur si dimension fyllin si instrument dhe tingullin për të hequr më shumë njerëzit, për të kuptuar dhe për të filluar realisht të lexojë dhe një histori të evolimit të këtij instrumenti. Çka më konkrete instalacioni Ky fyll është një fyll i dimensionit madh dhe jo pa qëllim. Është diku te 5 metra. Është punuar në inox pasqyrë dhe kjo po prapë është e qëllimshme se në pjesën më të madhe të veprave tona, nëpërmjet reflektimit, ne duam ta bëjmë atë sa më të pranishme, qoftë territorin që e rrethon, qoftë personazhin që i afrohet për ta shijuar. Pra me këtë mënyrë ti fillon të ndjehesh pjesë e pasqyruar në trup të ekzistencës të këtij instrumenti. Po. Tingujt sigurisht janë marrë nga grupi i Gramscit dhe nuk janë përpunuar, janë siç janë marrë nga ata. Dhe është një situatë që të prezanton këtë instrument më së miri, me thënë drejtën. Pra janë kthyer në përfaqësues të këtij instrumenti.